Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet destinacioni më i vizituar turistik në jug të vendit. Fluksi i turistëve vendas dhe të huaj ka shënuar rritje edhe gjatë këtij sezoni veror, duke konfirmuar interesin në rritje për qytetin muze dhe trashëgimin e tij kulturore. Sipas të dhënave të Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, nga muaji janar e deri më tani, Kalana e Gjirokastrës e kanë vizituar rreth 130.000 turistë ose afro 12.000 më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga fillimi i vitit 2026, pra jemi gati në mesin e muajit korrik, janë 130.000 vizitorë të cilët kanë vizituar Kalana e Gjirokastrës, me një numër rreth në vlerë absolute rreth 12.000 vizitorë më shumë se njëjta periudhë e vitit të kaluar, pra kemi një rritje të numrit të vizitorëve në mënyrë të qëndrueshme, do të thoja, e cila do pasqyrohet edhe në vlerën totale në numrin total të vizitorëve deri në fund të vitit. Pra presim një rritje rreth 10-12% në krahasim me vitin e kaluar, po vazhduan këto trende vizitorësh. Rritja e numrit të vizitorëve është reflektuar edhe në monumentet e tjera të trashëgimisë kulturore në qark. Objektet e kultit, sitet arkeologjike dhe muzeet kanë pritur një numër të konsiderueshëm turistësh, të tërhequr nga historia, arkitektura dhe vlerat e veçanta që ofron kjo zonë. Në zonën e Antigones kemi një rritje të numrit të vizitorëve, gjithashtu edhe në objektet e kultit, siç është përmendja në kishën e Labovës të Kryqit apo në disa objekte tjera të zonës së përmetit, pra Leusa apo kisha e Kosinës, të cilat janë objekte realisht të veçanta. Pra të përmendja ushtrimin e vizitorëve në banjat e Bënjës, ku në kontekstin e trashëgimisë kulturore aty është vendosur është edhe ura e Katiu, apo edhe në Teatrin Antik të Adrianopolit. Pra turizmi në Gjirokastrë nuk është vetëm në qytetin e Gjirokastrës, por në gjithë territorin e asamblit të monumenteve të qarkut të Gjirokastrës. Me sezonin turistik që vijon të jetë në kulmin e tij, institucionet e trashëgimisë kulturore presin që numri i vizitorëve të vazhdojë të rritet edhe më tepër gjatë javëve në vijim.